Edhe ajri bjeshgë, pa tjetër. Po, Edhe e bën punën e vetë. Uj, po. Tani nuk është rritë e shku në këtë mosh, ka pas edhe tjerë këtu që kanë vdek, janë rritë po në të njëjtin klime, me të njëjtat kushte, me të njëjtat ashtu po. Po që s'kanë shku në 102 vjeç. Pra baba i ka kalu të gjitha kohët. E pyesje ti atë? Baba. E pyesje ti për... Po tjetër. Nuk e di, për para 100 viteve, ai sa... Baba im ka përjetue kohën e zogut. Që ka pas qenë baba në kohën e zogut? Ja, ka qenë i rinë. I ri shumë i vogël. Po, shumë i vogël. Por e ka përjetue mante men edhe thotë e qeverisja e zogut ka qenë më e mira qeverisje që ka kalu vendi. A të mendon të baba? Po. Kishte përshtypjet mira edhe për kohën e partisë punës, baba. Pse? Po, për arsye se kryesisht që punësoj njerëzit. Edhe i nxorin nga me shkolla, me spitale, me kështu. Duhen vlerësu gjërat. Fëmijët e tu këtu kanë mësu? Po, këtu. Te kjo shkollë? Te kjo shkollë kanë Kjo ka qenë vetëm një shkollë 9 vjeçare. Edhe e mesme këtu. Po e mesmja ku ka qenë? Te ke njëjta godin? Po, te ke njëjta godin. Ishte me katet, e mesme ishte në katin e dytë e këto, fillore dhe të vjeçare kati i parë. Pra një godin që ka mbuluar të gjithë të rinjt. Të gjithë. Ka qenë, në fakt Mirdita ka qenë vetmja principat në kohën e pushtimit otoman. Po. Edhe një ka patur. Po. Mirdita, tani këto kanë luajë rol, se që thotë edhe që lexojmë nga pak pjesë të historisë, për të qenë pjesë e pa, është bo një marrëveshje, shtëpia e kapedanit të Mirditës, bo një marrëveshje me Turkun, që Mirditën mos ma prek. Ka pas familje që u pagushen nga ajo kohë e Turkut për të dhanë informacione, për të mbajtë në rregull, për të mbajtë jo regjistrime, jo gjëra. Ka pas. Kam unë një fshatar të timin, është shtëpia atje sipër një kullë vjetër, ka gjysmëhanën në derën e kullës. Po. Sepse kishte marrëdhënie me Turkun, u pagute. Nga Turku për të marrë informacion. Baba si e ka pas emrin? Preng Gjin Doda. Preng Gjin Doda. Tani pse i përmend të tre? Preng Gjin Doda. Gjin është stërgjyshi. Gjin është gjyshi im. Gjyshi jot. Pra, okay. Doda pra baba e babës. Po, baba e babës. Ndërsa Doda stërgjyshi. Po. Okej. Ç'ne ky rregull në këtë zonë? Po, besoj që nuk kanë rregull i keq. Jo, shumë i bukur është, ky është rregull fantastik, po. Unë bile se kur bam një vjetorin e babës, se i bam varri një varr të thjesht, domethënë po. I kemi shkrujt emrin e babës tim, pra Preng Gjin Dod Leshi, edhe Sherri në fund. Fu e kemi. Për ta trashëguar. Leshi dhe Sherri. Po. Do më thënë, fillestari është. Kështu ka ngel. Biles baba na tërgote historinë se pse ka ngel, pse na ka ngel Sherri. U fliste që në atë kohë, kur a kriju familja, kanë marrë një grue. Martuar një grue, kanë marrë diku. Në atë kohë, siç merren edhe sot. Mirë po kjo kishte qenë e martuar, edhe kishte vdek burri, saj. Kjo kishte ngel 7 zanë, me atë burrin e parë. Edhe kur e kanë marrë këto të partë e mi, ju ka thënë, po mos me merrni, sepse unë jam me sherr. Jam me barë. E kuptoj. Jam me sherr. Edhe ka lind fëmia, ka lind djalë, edhe është pranuar në fisin të? Është pranuar, edhe emri i ka ngel Sherr. Wow! Dhe ju pra ti kur i kujton brezat fëmijëve të tu, ti i thu Zef
Zef, preng, Preng, gjin, dodë, lesh, sheri. Po funksionon. Po punë.